Gjithmonë në këto raste shfaqen me njëherë si këpurat pas shiut, lloj-lloj gjithologësh edhe lloj-lloj ekspertësh publik, por pa licenca dhe pa njohurit e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Po gjithsesi, edhe për shkak të emocioneve, edhe për shkak të nevojës për të marrë protagonizëm, kush nuk del e çfarë nuk thot. E vërteta është që kjo ishte një fatkeqësi e shkaktuar nga një shkëndi, nga një nisje zjarri, po doni, që nuk ka lidhje në vetvete me ndërtimin.